Specialistët e sektorit për hetimin e krimeve kibernetike referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin NS 61 vjeç banues në fshatin Kukël për veprën penale ndërhyrje të padrejtë në jetën private, pasi ka kallëzuar shtetësja LM 63 vjeç, se dyshohet që 61 vjeçari ka hapur në rrjetin social Facebook një llogari ku postonte video të saj dhe të familjarëve të saj me shkrime denigruese. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për dy shtetas 16 vjeç, pasi u kapën duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin EP 20 vjeç, banues në fshatin Posrib, pasi nuk i është bindur urdhri të punonjësve të policisë për të ndaluar automjetin që drejtonte. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Malësie Malle referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasen MQ 60 vjeçe, banuese në fshatin Reç, pasi ka kallëzuar shtetësja EG 70 vjeç, se kjo shtetase ka prishur rrethimin që ndan pronat e tyre në fshatin Razëm. Gjithashtu referuan materiale në prokurori pasi dje është paraqitur në Spitalin Rajonal Shkodër për ndihmë mjekësore shtetësja LM 25 vjeçe banuese në Kuplik, e cila dyshohet se ka shfaqur alergji pas përdorimit të disa medikamenteve mjekësore. Pas marrjes së ndihmës mjekësore, ajo u largua në banesë jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.